Kështu po veprohet për të 35 herë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës po vinë në objektin e legislativit për të marrë pjesë në vazhdimin e radhës të seancës konstituive, por shpresa kanë. Të tjerët të dera, duke hyrë, e dinë se si do të përfundoj edhe kjo përpjekje. Jo, nuk presa gjë me të shef, për faktin që s'ka pas ndonjë lëvizje, po shpresu që ka me kondryshe sot. E thumbat nuk i kursejnë ndaj njëri tjetrit, sikurse Nezir Kraki i lëvizjes vetëvendosje për LDK-n. Kryetari LDK-s ka nisë më binë që është kryetari LDK-s, që është pak tragjikomi kjo punërisë. Kryesuesi i seancës Avni Dahari përsëri kërkoi partive të tjera të prezantojnë emrat e anëtarëve të komisionit për votim të fshehtë, por përsëri historia u përsërit. Për kanë votuar 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca shihemi me 23/6/2025 në ora 11. Si zakonisht e para pas dështimit të seancave në foltore del PDK-ja, e aty disa fjalë kishte Vlora Çtaku. Dje pam lajme të frikshme për krizën buz kolapsit në sektorin e energjisë. Ftesë publike për reflektim. Mjaft është mjaft. Për energjinë folën edhe nga LDK. Jemi në prag të një krize të re dhe më të thellë të energjisë elektrike, ku prodhimi vendor ka kolapsuar dhe po shkojmë drejt varësisë së plot nga importi i energjisë elektrike. Kurse Dimal Basha nga lëvizja vetëvendosje foli pak për energjinë, ku tha se prodhimi është i ulët për shkak të investimeve që po bën, por fokusin ai e pati diku tjetër. Asnjë prej tyre nuk dimi u kallëzu pse kanë orë sot, nëse s'votojnë. Pse janë çu mëngjes, janë veshja, ndreqë dhe vinë, ulen në ulëse të Kuvendit të Republikës edhe nuk votojnë. As për, as kundër, as nuk abstenojnë. E ashtë objektit të Kuvendit, pikërisht për këtë çështje, e patën një diskutim jo shumë të qetë, edhe Agim Bahtiri dhe Armend Zemaj. Tërës në ashtë, kur vini, duhet me votuar, për ndryshëm gjithë se vini. Keq është.